një sekret që qoftet të qëndrojnë të buta. Çfarë mendon të jetë? E vendos një herë pa i mbaruar. Tani uthullën ti e vendose aty. Edhe uthulla është një përbërës që i mban të buta qoftet. Po që të jenë si të lëngshme, të kenë lëng. Sepse në përgjithësi e vuajmë këtë pjesë që janë si të thata, dhe po nuk i vendosëm edhe letrën, ajo është akoma edhe më keq. Po. Në qoftë se ne do t'i kalojmë në zgar, sërish ne kemi atë tharjen, janë dy mënyra. Ose do vendos pak gjallë, gjë që kjo normalisht dihet, ose në të kundërt. Kubik akulli. Vendoset një kubik akulli. Unë kubik të akullit i kam të aromatizuar. Dhe ne mund të testojmë në këtë formë. Dy i bëm me gjalp, të tjerat me kubik akulli, për të parë se kush funksionon më mirë. Gjalpi apo kubikët e akullit për ti mbajtur ato të buta. Kubik të akullit në mes.